Në festivalin ndërkombëtar të 30-in me radhë që u mbajt në Slovaki, dy instrumentalistët pra Adnan Aliu Gajdexhi si dhe Emin Xhaferi Kavallist, që të dy nga Gostivari, për herë të parë prezantuan kulturën dhe popullin shqiptar atje. Me këtë rast ata fituan çmime shumë të rëndësishme, ndërsa vlen të potencohet medalja e Gajdexhiut apo artistit të popullit Lubomir Tatarka. Gajdexhi Adnan Aliu nga Gostivari thot se tingujt e muzikës shqipe atje zgjuan një emocion të papar si tek juria, ashtu edhe tek spektatorët, dhe kjo bëri që me ftesë të veçantë të kryetarit të komunës atje, ata të prezantoheshin edhe në natën e dytë të festivalit. Pra morëm pjesë në festivalin e Gajdës që u mbajt në Mala dhe Velika Lehota të Slovakisë, ku ne prezantuam për herë të parë popullin shqiptar në këtë festival. Ishte festivali 30 me radhë, i cili ishte organizuar, ku ne dhe jashtëzakonisht edhe publiku na priti shumë mirë dhe juria profesionale na vlerësoi me shumë çmime, domethënë me medaljen e Gajdës që e mora nga Gajdexhiu më i vjetër slovak, nga artisti i popullit Lubomir Tatarka. Po ashtu një mikpritje të jashtëzakonshme na bëri edhe kryetari i komunës Mala Lehotës, zotëri Dushku. Ne kishim dy net domethënë që u prezantuam në atë festival. Edhe gjatë ngrënies së darkës, kryetari i komunës na erdhi dhe tha me shumë dëshirë dua që përsëri tha ju dy artistë, domethënë unë Adnan Aliu dhe Emin Xhaferi, të prezantoheni edhe në natën finale, pasi që publiku slovak dëshiron që të merrni pjesë në natën finale, se tingujt e Gajdës dhe të Kavallit tuaj tha janë ato tingujt të cilët tregojnë diçka, domethënë japin shpirt dhe na japin shumë emocione. Adnan Aliu dhe Emin Xhaferi njihen për pjesëmarrje të shumta në për festivale të ndryshme me karakter nacional, regional e ndërkombëtar, dhe karakteristike është që çdo herë kthehen me ndonjërin nga vendet e para. Përkeqardhje është që sipas tyre në Maqedoni nuk funksionon një ansambël profesionist me anë të të cilit ata do të prezantonin vlerat tona si popull shqiptar në territorin e Republikës së Maqedonisë. Fatkeqësisht unë me Eminin japim kontribute në shumë ansamblet të tjera, domethënë këtu në Maqedoni nuk kemi një ansambël profesionist, domethënë edhe na nevojitet një ansambël profesionist në Maqedoni, domethënë kemi kuadro, kemi edhe njerëz që duhet patjetër të themelohet dhe të prezantohemi jo si instrumentist apo artist, po të prezantohemi si një ansambël profesionist shqiptar nga Maqedonia. Po kemi qenë edhe në ansamblin Shota, domethënë në Kosovë, në ansamblin e Tirana, që është në Tiranë, në këto ansamblet domethënë që janë profesioniste shqiptare, por neve na mungon këtu domethënë në Maqedoni një ansambël. Ndryshe, Adnan Aliu është me profesion jurist i diplomuar, por dashuria ndaj Gajdës e bëri atë që profesionin ta hedh në plan të dytë, ndërsa të profesionalizoj muzikën, të cilën ai e ka pasur ëndër që me kohë dhe e bëri realitet të kalitur me shumë suksese.